Duket çudi, por ja që ndodh. Institucionet shtetërore që duhet jenë të parat që japin shembullin e zbatimit të ligjit, kur bëhet fjalë për konsumin e duhanit, anojnë nga shkelësit. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka gjobitur më së shumti ditët e fundit institucionet shtetërore. Ka patur gjoba, këto janë duke u parë dita ditës. Unë mund t'ju them që më të shumta gjobat janë tek institucionet shtetërore, por tashmë jemi shtyrë edhe në për bizneset private, ku kemi gjetur mirëkuptimin nga bizneset, por ka ardhur momenti që ne tashmë kemi gjobitur edhe bizneset edhe duanpirësit. Nga Shkodra që ishte ndalesa e radhës e kryeinspektorit të Inspektoriatit të Shëndetësisë Eltar Deda, vlerësoi se nuk do të tolerohet asnjë. Ligji antiduhan do të zbatohet. Jemi të vendosur për këtë, u shpreh kryeinspektori. Ne jemi rigoroz si strukturë inspektoratit dhe si strukturat të shëndetësisë për ta zbatuar këtë ligj deri në fund. Nuk do të ketë tërheqje mbrapa nga ana jon, përkundrazi do të ketë një vazhdimsi në bashkëpunim me komunitetin, në bashkëpunim me bizneset dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera shtetërore. Me ndryshimet ligjore të miratuara në parlament, masat ndëshkuese janë: pronari i biznesit një gjop prej 300.000 lekësh të rinj, administratorit një mas prej 50.000 lekë të rinj dhe duanpirësit një gjop prej 5.000 lekë të rinj.